Dashur motra dhe vëllezër, mirë se keni ardhur në këtë takim, në këtë ditë të veçantë që Zoti ka bërë për ne. Amen. Është një privilegj i madh që jemi mbledhur sot këtu. Ne jemi pjesëtarë të një familje shpirtërore, të bashkuar nga gjaku i Krishtit. Sot dua dhe ju ftoj që ta fillojmë me një varg të bukur dhe të fuqishëm që vjen nga ligji për të rirë 7:6, ku Perëndia i flet popullit të tij me këto fjalë. Meqense ti je një popull që je shenjtëruar tek Zoti, Perëndia yt, Zoti Perëndia yt të ka zgjedhur për të qenë tesari i tij veçantë. Amen. Midis tërë popujve që ndodhen mbi faqen e vellit. Amen. Ky varg na kujton se jemi të shenjtëruar dhe të ndarë për Zotin. Amen. Nuk jemi thjesht njerëz që na ndjekin një zakon apo një fe. Ne jemi popull i veçantë të zgjedhur nga vetë Perëndia për të qenë tesari i tij personal. Amen. Në një botë që shpesh na mat me suksesin, me fuqinë apo me pamjen e ardhshme, Perëndia na sheh me një sy ndryshe. Ai nuk na zgjodhi sepse ne ishim të shumtë, të fortë apo më të denjë, por ai na deshi dhe dashuria e tij vetet e qëndrueshme. Amen. Amen. Ndaj le të hyjmë në këtë takim me mirënjohje, me zemër dhe me përulësi në shpirt. Amen. Dhe me një gëzim të shenjtë sepse i përkasim Zotit Perëndis. Amen. Ai na quan të tij. Amen. Ju ftoj të ngrenë zemrat tona larg drejt qiellit dhe ta nisim këtë takim me besim dhe adhurim, duke ditur se ne nuk jemi rastësisht këtu, por jemi thirrur nga Zoti në këtë moment. Amen. Hapim të takim me një lutje. Atë Perëndi dashur, ne të falenderojmë për këtë ditë të re që na ke dhënë dhe për mundësinë që jemi mbledhur si kisha jote, si popull i shenjtëruar. Faleminderit që na ke zgjedhur jo për shkak të veprave tona, por për shkak të dashurisë tënde të përjetshme. Ti na quan tesari yt i veçantë dhe kjo është një dhuratë që ne e pranojmë me përulësi dhe me mirënjohje. Zot, teksa fillojmë këtë takim, të ftojmë që ti të jesh i pranishëm në çdo pjesë të këtij takimi, në këngë, në lutje, në fjalën e shpallur dhe në gjithë bashkësinë tonë. Na pastro mendjet nga zhurma e ditëve të javës dhe na mbush me praninë tënde të shenjtë. Folu zemrave tona, forco besimin tonë, rinovo shpirtin tonë që të ecim me ty kudo, çdo ditë si populli yt i dashur. Bëje dritë rrugën tonë dhe ndihmo çdo vlla dhe motër që është këtu të ndihet i pranuar, i dashur dhe i bekuar nga ty. Ne ta kushtojmë të kohë ty për lavdinë e emrit tënd të madh. Në emrin e Jezus Krishtit ne lutemi dhe themi amen. 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 Ne bekohemi nga rruga e adhurimit. Amen. Të ngrim Jezus Krishtin larg. Amen. Zoti është i mirë dhe misja e tij zgjat për jetë. Ci
Zotit të ndërhyjmë me një ndëllim. Amen. Në forin e tij me falënderim. Amen. Unë portën e tij të ndërhyjmë me lavdëri, në oforet e tij me adhurim. Do të them një ditë që Zoti e krijon, do të zojë sepse ai më ka zëllor. Unë portën e tij do të hyjmë me lavdëri, në oforet Halleluja, ti o Zot na ngazëllon. Faleminderit Zot, faleminderit për prezencën tënde. Faleminderit që je në mesin ton Zot. Faleminderit o Zot i shenjtë, ty të qof lavdia. Halleluja, halleluja. Halleluja, lavdi Zotit ton.
vjen shpëtimi vetëm nga ty. Ti e ke hapur qiellin, Zot, nëpërmjet gjakut tënd dhe ne të adhurojmë. Faleminderit Jezus, faleminderit për qiellin e hapur. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Ti Zot volë vi, të adhuroj, të adhuroj. Në këtë vend, ti Zot po vepron, të adhuroj, të adhuroj. Çlirues, mrekulli bërë, reklamie, drita e botës, o Zot, ti je madhështor. Çlirues, mrekulli bërë, reklamie, drita e botës, o Zot, ti je madhështor. Amen. Ti je madhështor, Zot. Ti je madhështor. Ti Zot zemër prek, të adhuroj, të adhuroj. Në këtë vend, shpirti gjen shërim, të adhuroj, të adhuroj. Në mes nesh, ti Zot zemër mush, të adhuroj, të adhuroj. Në këtë vend, ti Zot je ndryshon, të adhuroj, të adhuroj. Amen. Çlirues, mrekulli bërës, reklamie, drita e botës, o Zot, ti je madhështor. Çlirues, mrekulli bërës, reklamie, drita e botës, o Zot, ti je madhështor. Amen. Amen. Ti je madhështor. Po, Zot, ti je madhështor. Ti je madhështor. Po, Zot, haleluja, ti je madhështor. Ti je madhështor, Zot, ti je madhështor, Zot. 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 Mrekulli bërë, Ti je lavdi, Zot. Ti je drita e botës, o Zot. Ti je Jezus. Ti je madhështor. Madhështor je ti, o Zot, madhështor je ti, Jezus. Haleluja. Ti je madhështor, Zot. Ti je mbreti lavdis. Ti je Zoti, haleluja. Haleluja. Ndjej lavdin tënde në këtë vend. Amen. Zotërat të ndan ti bën, uri për ty si do të ketë. Ndjej Amen. lavdin tënde në këtë vend. Zot gjërat të nda ti bën, uri për ty si
Elohim, Shaddai, Yireh, Adonai, Elohim, Amen. Do ta këntoni edhe një herë? Amen. Haleluja. Zoti do ta shfaq vete. Edhe është koha e ringjalljes, është koha ku Zoti do t'tregoj lavdinë e tij. S'ka gjë, këndojeni me zëmër se ha. E ka fjalë si direkt, po. Vazhdon. Amen. Todo të ketë një ringjallje në të vend. Todo të ketë një ringjallje në të vend. Kaveriu të ju, nga lindja për ti. Todo të ketë një ringjallje në shqipëri. Amen. Po do të ketë një ringjallje. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja. Ka që ishte? Lavdi Zotit. Haleluja. Do të ketë një ringjallje? Po. Ne jemi të përjetuar një ringjallje? Amen. Kjo është e vërteta. Ne jemi tashmë në ringjallje. Ne jemi tashmë. Haleluja. Lavdi Zotit. Haleluja. Haleluja. Unë besoj që është koha e ringjalljes. Unë besoj që ne nuk lutemi me o Zot kur do të ringjallja, por ne jemi duke përjetuar ringjallje. Ne jemi pjesë e ringjalljes, ne jemi në mesin e ringjalljes. Lavdia i qoftë Zotit. Lutjet që kanë bërë të tjerët për këto kohë, lutjet që njerëzit kanë thënë,
janë lutur, kanë agjëruar breza përpara, duke thënë Zot sill një ringjallje në Shqipëri. Dhe ne jemi në kohën e ringjalljes. Jemi në kohën e ringjalljes? Po! Jemi në kohën e ringjalljes? Po! Jemi në kohën e ringjalljes? Po! Halleluja! Ne jemi në kohën e ringjalljes. Ne jemi në këtë kohë. Ne jemi duke përjetuar kohën e ringjalljes. Halleluja, ne nuk presim më kur do të vi koha. Kur do t'jetë dita, ne jemi në këtë kohë. Halleluja, o Zot, faleminderit. Pashturia pak se ka shumë të lashtë, zëri. Në emrin e Jezus Krishtit unë lutem tani dhe deklaroj qiellin e hapur. E deklaroj qiellin e hapur këtu. Mbi çdo njëri prej jush. Kjo sallë në emrin e Jezusit, sa do kate që t'jenë sipër kësaj salle. Në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj qiellin e hapur. Dhe gjithë kjo sallë, gjithë njerëzit që janë këtu, jemi në prezencën e Zotit. Në emrin e Jezusit, sepse deli është qartë, qielli i dytë është i hapur dhe të gjithë ne tani dhe deklaroj që jemi në prezencën e Zotit. Në emrin e Jezus Krishtit. Prania e Zotit është në mesin tonë. Shpirti i Shenjtë është këtu. Ne jemi pikërisht në kohën e dur, në momentin e dur dhe në me njerëzit e dur. Halleluja. Thuaj një cik, ati që ti ke afër. Ti ke ardhur sot në vendin e dur. Kjo është pikërisht sot është dita jote. Thuaj një cik, sot pikërisht sot është dita jote. Unë nuk besoj në rastësi. Dhe sot ti je pikërisht në vendin e dur. Në vendin e dur. Dhe në mua që më ke pranë këtu. Dhe qielli është i hapur, Zoti është këtu. Amen, Zoti është këtu. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Tani thua i vetë zemre. Unë kam ardhur këtu me një zemër gati. Dhe Zoti do të më jap atë për çfarë kam ardhur. Unë jam gati. Dhe faleminderit Zot që ti nuk do të më kthesh poshtë. Unë e besoj këtë. Dhe them amen. Halleluja. 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 Lavdi Zotit që ti ka ardhur sot. Faleminderit i qoftë Zotit dhe unë deklaroj dhe lutem sot për ty që sot ti do të marrësh vërtet atë që ti ka ardhur. Amen. Zoti e di se ti duhet ishe këtu. Zoti e di se çfarë të duhet. Dhe Zoti më ka thënë një fjalë sot tani pikërisht. Është fjala tek do të lexoj një herë tek Mateu 16 duke filluar nga versi 13. Unë lutem Zot për fjalën tënde, që të jetë si një shpatë me dy deri. Ti Zot e di ku janë lynet e jetëve tona. Ti e di Zot ku janë bërë blokada. Ti e di Zot. Dhe ti thua në fjalën tënde që fjala është një shpatë me dy deri. Përdore fjalën tënde Zot për të thyer mure, për të thyer blokada, për të dhënë lirim, për të dhënë për të bërë operacione shpirtërore dhe për të shëruar, çliruar, befuar dhe ti Jezus të marrësh lavdi. Në emrin e Jezusit ne themi amen. Atëherë unë do të lexoj së pari Mateu 16 duke filluar nga versi 13. Dhe thotë: Pastaj Jezusi, mbasi arriti në krahinën e Cezares, në Filipi, i pyeti dishepujt e vet: Kush thon njerëzit se jam unë, i Biri i Njeriut? Dhe ata thanë: disa thonë ti je Gjon Arzori, të tjerë thonë Elia, të tjerë Jeremia, ose një nga profetët. Ai u tha atyre: po ju kush thoni se jam unë? Dhe Simon Pietri duke u përgjigjur tha: ti je Krishti, Biri i Perëndisë së gjatë. Dhe Jezusi duke u përgjigjur tha: i lumtur je ti o Simon, biri Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi, as gjaku, por Ati që është në qiell. Dhe unë po ju them, po të them ti gjithashtu, se ti je Pietri dhe mbi këtë shkëm unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Dhe unë do të jap çelësat e mbretërisë së qiejve. Gjithçka që do të kesh lidhur mbi tokë, do të jetë lidhur në qiell. Dhe gjithçka që do të kesh zgjidhur mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiell. Atëherë, ju udhëzoi dishepujt e vet që të mos i thonin askujt se ai ishte Jezus Krishti. Që nga ai çast, Jezusi filloi të sqarojë dishepujve të vet se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë për shkak të pleqve dhe krerëve të priftërinjve dhe të skripërve, se do të vritej dhe do të ringjallej ditën e tretë. Të dashur,
Unë dua të pyes ty sot. Kush është për ty Jezus Krishti? Zoti i Ana. Tjetër. Shpëtimtari. Amen. Jeni kanë në nartë. Amen. Shushuja e Amen. 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 Pra Jezusi i pyeti dhe tha, kush thon njerëzit se unë jam? Dhe në fund fare, Pietri thot, unë mendoj dhe them që ti je Jezusi, biri i Perëndis. Shikojeni pak, ne jetojmë në një botë ku të gjithë thonë Jezusi është një profet, Jezusi është një i zgjedhur, Jezusi është një njeri, Jezusi është ky apo është ai, por e vërteta është ajo që Pietri tha. Jezus ti je biri i Perëndis. Amen. Dhe ne kemi shumë tituj për Zotin tonë. Zot shlirues, Zot shërues, Zot mrekulliberës, Zoti i fuqisë dhe i lavdisë, Zoti i ulur në fronin më të lartë. Por ai që ne na jep pushtetin e të qenit bi dhe autoritet janë vetëm këto fjalë. Ti je Krishti, bir i Perëndis së qartë. Amen. Dhe nuk e ka njohur të gjithë këtë titull. Shikojeni pak, unë dua të them ty sot që ti je i zgjedhur për të pasur këtë zbulesë. Ti je i zgjedhur për këtë kohë. Ti je i zgjedhur që të arrish të kuptosh që Jezusi është biri i Perëndis. Shikojeni se si i thot Zoti Pietri. Këtë nuk është prej teje, ta tregoj ati. E kupton që ti je zgjedhur për këtë kohë. Ti je zgjedhur pikërisht për këto momente. Ti je zgjedhur për këtë gjeneratë. Prandaj dhe Zoti ta hapi ty mendjet, nuk e ke zgjedhur ti Zoti. Zoti të ka zgjedhur ty. Amen. Zoti ta ka dhënë ty këtë zbulesë. Që ti në zemrën tënde ta pranosh e ta njohësh Jezusi është biri i Perëndis. Amen. Edhe një herë, të gjithë thanë është Elia, është i zgjedhuri, është ky, është ai. Bota thot shumë tituj. Edhe janë tituj të lartë për Jezusin. Ata thonë është një profet, është i lartë. Ka shumë tituj. Por Jezusi, nëse ti nuk e njeh si birin e Perëndisë së gjatë, nuk është i plot asnjë gjë. Ti duhet ta njohësh si birin e Perëndisë së gjatë. Amen. I ardhur në tokë për të flijuar për ne. Dhe kjo zbulesë nuk është për nesh. Këtë zbulesë është se Zoti të ka zgjedhur ty. Aleluja. Prandaj dhe ti e ke pranuar këtë në zemrën tënde, që Jezusi është biri i Perëndisë. Dhe Zoti të ka zgjedhur ty, Zoti zgjodhi kohën e dur, zgjodhi momentin e dur, zgjodhi njerëzit e dur që të të flasin ty, sepse erdhi koha jote. Amen. Ndoshta ti ke pritur kohë, ke pritur një revolucion në jetën tënde, një ndryshim në jetën tënde. Por erdhi momenti i dur që Zoti të dha ty këtë zbulesë, sepse erdhi koha jote. Dhe Pietri nga një peshkatar u transformua jeta e tij. Kuptoni një gjë, të gjithë ishin që e ndishtin Jezusin. Të gjithë ishin peshkatar, ishte një grup peshkatarësh Jezusi me vete. Por ai nuk u tha të gjithëve që unë do t'jap çelsa. Kujt i tha? Pse? Sepse ai e njohu dhe pati zbulesën. Dhe Jezusi i tha, nga si e kishte emrin, ai zbuli nga Simon e bëri Pjetër. Dhe kjo ja dha autoritetin për të mbajtur dhe ndërtuar kishën e Zotit. Dhe Zoti tha, unë t'ja çelsa. Ti çfarë do që do të lidhësh në qiell, është lidhur dhe në tokë. Çfarë do që ke zgjidhur në tokë, është lidhur dhe në qiell. Pra, Pietrit ju dha gjithë autoriteti që të përdorte çelsat shpirtëror, për të vetëm arsye, sepse ai ishte i zgjedhuri që njohë që Jezusi është biri i Perëndis. Unë dua të pyes këtë sot. Vere dorën në zemrën tënde dhe pyete me sinqeritet zemrën tënde. A beson ti që Jezusi është biri i Perëndis? Përveç titujve të tjerë. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Atëherë unë dua të them ty sot. Zoti transformon jetën tënde. Ai ti jep çelësat e autoritetit. Kjo është sekreti të njohësh Jezusi është biri i Perëndisë së gjatë. Nëse ti e njeh këtë, ti je zgjedhur për të pasur autoritetin, për të pasur çelësat. Sepse ti e di, për ishte autoritetit të ti, të jepet ty autoriteti.
Pra, sekreti është, Pietri u fshe brenda kësaj zbulese. Ti je biri i Perëndis. Kur ti e njeh Jezusin si birin e Perëndis, ti futesh brenda në këtë zbulesë. Ti fshehesh brenda, ti nuk identifikohesh më si vetja jote. Por ti identifikohesh me Jezusin, ti e njoh atë si birin e Perëndis. Dhe ty të jepet autoritet. Autoritet në qiell edhe në tokë. Dhe unë dua të them se ti e ke këtë zbulesë, ti e ke çelësat e autoritetit. Shumë të krishterë ecin me çelësat në xhep dhe nuk i përdorin asnjëherë. Megjithëse i kanë çelësat. Por ti nuk je ti. Ti nuk je ti. Ti je në këtë moment për të mësuar të përdorësh çelësat e autoritetit. Ti nuk je nga ata që i ke harruar çelësat dhe nuk e di ku janë. Unë dua të të kujtoj, çelësat janë në prezencën e Krishtit. Kur ti e ke njohur që Jezusi është biri i Perëndis, mendo ti ke çelësat e qiellit dhe të tokës, ti je një Pjetër, ti je ai që Zoti ka zgjedhur të ndërtojë mbi ty. Amen. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta dhe Zoti nuk kërkon akademika. Nuk kërkon të kesh mbaruar shkolla, të jesh një kualitet sipas mendjes njerëzore. Për Zotin çdo njeri prej nesh ka kualitete. Për çdo njeri prej nesh është biri i tij. Çdo njeri prej nesh është special dhe është bir. Çdo njeri prej nesh ai e mori si peshkatar dhe e bëri ndërtues të kishës. Jo me ty që po e po. Amen. Thuaj që këtë stende. Zoti Jezus transformon jetën time. Transformon jetën time. Nga ky që jam, Nga ky që jam, më bën një Pjetër. më bën një Pjetër. Një shkëmb Një shkëmb me të cilën do të ndërtoj kishën e tij. me cilën do të ndërtoj kishën e tij. Që sot e tutje. Që sot e tutje. Unë me gjithë vetdijen time, Unë me gjithë vetdijen time, i nënshtrohem Krishtit. i nënshtrohem Krishtit. Dhe ai Dhe ai do ta bëj të madh emrin e tij do ta bëj të madh emrin e tij nëpërmjet meje. nëpërmjet meje. Amen. Amen. Dhe jo vetëm kaq. Dhe jo vetëm Unë dua të them, s'ka problem, jo vetëm kaq. Aleluja. Por, nëse do të lexojmë këtu me ky versi 21, do të shikojmë që Jezusi ju tregon sekretet. Unë dua të them, Zoti ju tregon sekretet vetëm atyre ku ai e di që din ti mbaj. Ti je një që di të mbash. Ti je një që kërkon Zotin. Ti je një që do më shumë nga Zoti. Ti je një që do të hysh në botën shpirtërore për t'i shërbyer njerëzit. Ti je ky njeri, i liku të ky njeri, kur thotë që ti si e zgjedhur, disa janë të zgjedhur, ti jo, ti duhet kesh këtë, ti duhet kesh atë. E di çfarë ti të duhet? Një zemër që e di që Jezusi është biri i Perëndis dhe që e do Jezusin. Kaq të duhet ty. Të duash Zotin me gjithë zemrën tënde, kaq të duhet ty. Dhe ti ke gjithçka, gjithë kualitetin që Zoti të të tregojë sekretet shpirtërore dhe ti dish e të veprosh për të. Zoti ju tregoi dhe u tha, kjo do më ndodh. Jo të gjithë botës. Jo të gjithë botës. Vetëm ata që e njohin që Jezusi është biri i Perëndis. Dhe unë dua të them, ti nuk mund të krahasosh veten me të tjerët. Ti nuk mund të thuash që jam një lloj si ata. Ti nuk mund të thuash që jam një lloj si gjithë të tjerët, asgjë s'më dallon, asgjë s'më dall, sepse nuk është e vërtetë. E vërteta je, ti je zgjedhur të njohësh sekretet e qiellit. Ti je zgjedhur të marrësh në botën shpirtërore dhe t'u japësh realitetin këtu. Ti je zgjedhur të futesh në botën shpirtërore dhe të flasësh dhe t'u japësh trup këtu në tokë. Ti je ky. Ti je zgjedhur, ti je ky. Amen. Edhe ty të takon ta bësh këtë detyrë, ashtu siç e bëri Pietri, ashtu siç e bën apostulli. Ti je një apostull i zgjedhur. Halleluja. Edhe prandaj unë të ftoj sot të largosh çdo gënjeshtër nga mendja jote. Çdo gjë që të identifikon me punën, të identifikon me familje, të identifikon me paran, të identifikon me sëmundje, unë të ftoj sot të pastrosh mendjen tënde. Edhe ashtu siç u kam thënë, qielli i dytë është principat, ku jetojnë principatat e të likut. Ne kemi 3 qiell. Unë do ta shpjegoj edhe një herë. Nëse ne do të shkojmë dhe do të shikojmë që tempulli ishte ndërtuar me 3 dimensione. Ishte vendi shenjtë, ishte perdhja dhe ishte vendi shumë i shenjtë.
Atje futeshin në vendin shumë të shenjtë, futej vetëm prifti një herë në vit i larë, plot në atë gjakun e kafshëve për të shenjtëruar, pastaj futeshin se ndryshe ai vdiste në prezencën e Perëndis. Këto simbolizojnë tregje. Në Bibël është shkruar që apostulli i parë tha, unë shkova deri në qiellin e tretë. Janë 3 qiell, jo 7 qiell, jo 10 qiell, janë vetëm 3. Sepse kështu u ndërtua edhe tempulli, sipas tempullit shpirtëror. Qielli i parë jetojnë ne. Janë njerëzit, është toka. Qielli i dytë jetojnë principatat e të ligut. Aty bëhet lufta. Dhe qielli i tretë është lavdia e Zotit. Amen. Jezus i vdiq. Ai tha, letra fjala e Perëndis thot, nga perdja u qa. Do të dhe u krye, tha Zoti në fund, dhe menjëherë kur dash perdja u qa. Amen. Dhe lavdia e Zotit u bë e prekshme nga të gjithë ne që besojmë që Jezus Krishti është biri i Perëndis, që erdhi në tokë, që u kryqëzua për mëkatet tona, që vdiq dhe në tretur gjallë. Halleluja. Për ne është ky perdë e qartë, ky qielli i dytë i hapur. Dhe Halleluja. nëpërmjet kryqit, shikojeni pak, këtu ishte qielli i dytë. Ky është qielli i dytë, që kishte bllokuar që njerëzit që jetonin në qiellin e parë të lidheshin me qiellin ku jeton lavdia e Perëndis. Dhe ky qielli i dytë nuk mund të çajë nga fjalët e bukura. Nuk mund të çajë se si njerëzit vepronin vetë me veprat e tyre. Duhej gjatë dhe Zoti e kishte planifikuar që në fillim fare vdekjen e Krishtit. Që në fillim ai e kishte planifikuar që Satani nuk i hiqe nga dora qielli i dytë, ndarja se për shkak të mëkatit u krijua ndarja ndërmjet Zotit dhe njeriut. Dhe Zoti vendosi gjaku i shenjtë i Krishtit Jezus. Vetëm ai mund të çante qiellin e dytë. Amen. Dhe të dashur, pse fjala thot, Jezus është rruga e vërteta dhe jeta. Dhe nuk ka asnjë rrugë tjetër që të çon tek Ati përveç këtij gjaku të shenjtë që u derdh në kryq, që edhe këtu në brinjën e tij, edhe gjaku që ishte mbledhur me ujë, u derdh gjithë çdo pikë gjaku, që ky qiell të hapej dhe ne njerëzit që jemi këtu të mund të lidhemi përsëri me Atin. Dhe ku jemi ne? Vetëm kur qëndrojmë në Jezusin, ne jemi komplet në frymën e Krishtit. Shpirti i shenjtë i Perëndis e kalon këtë këtu dhe na mbush ne deri në fund. Edhe në sekret, nuk është për ata që nuk besojnë në Zotin. Zoti thotë, qëndro në mua dhe unë jam në ty. Nëse ne ecim pak këtu, themi s'ka gjë se Zoti është aty, unë i bëj vetë gjërat. Unë punoj vetë, unë jam i Zotit vetë. Menjet i dole nga prezenca e Zotit. Jashtë Krishtit nuk ka qiell të hapur. Jashtë Krishtit, djalli ka të drejtë të të izolojë. Edhe nëse ti je krishter, por nuk qëndron në Krishtin dhe nuk ja jep lavdin atij, këtu është mbrojtja jote. Davidi thotë, ti je kështjella ime. Dhe kështjella jote është vetëm ku ti qëndron në Krishtin Jezus. Vetëm këtu ti e ke qiellin e hapur. Vetëm këtu principatat qiellore janë të detyruara të çlirojnë qiellin. Janë të detyruara që shpirti i Perëndis, që fjala e Perëndis e identifikon Zotin si dritë dhe dashuri. Këto janë karakteristikat e Zotit tonë. Dhe kur ti qëndron në Krishtin, drita e Zotit, shpirti i shenjtë të përflin ty. Dhe ti je në Krishtin dhe Krishti është në ty. Amen. Dhe nuk ka ndarje ndërmjet Zotit dhe teje. I njëjti shpirt që ishte në Krishtin është në ty. I njëjti, sepse Jezus i tha, unë do të shkoj dhe do të nis shpirtin e shenjtë. Amen. Pra është i njëjti. Dhe ku është ky? Direkt kur ti qëndron në Krishtin Jezus. Dhe këtu principatat qiellore, demonët janë të detyruara të lirojnë rrugën dhe ti thjesht një me Perëndin. Amen. Dhe një gjë që do t'ju them, të dashur, si ne kemi vetëm një shqis që mund ta përdorim në botën shpirtërore. Jo në arsina mos flisni se ja tregova atje. Kush është një shqis që ne mund ta përdorim në botën shpirtërore? Ne kemi shqisat, kemi sy, kemi vesh. Bravo. Kush e tha?
E dashuria jote. Pra, ne kemi vetëm një shqis që ju është dhe njerëzve të hynë në botën shpirtërore. Dhe kjo është mendja. Çfarë thuhet në Bibël? Rinovoni mendjet tuaja. Shikoni gjërat që janë atë lart. Aleluja. Mendoni ato që vijnë nga lart. Amen. Pra, nëse ne kemi një armë për të hyrë në botën shpirtërore, është mendja jote. Nuk ka asnjë shqis tjetër që ne të mund të futemi në botën shpirtërore. Zoti ka krijuar njeriu që me mendje ne të mund të futemi në botën shpirtërore. Të fitojmë betejë. Të mendojmë si Krishti mendon. Të shikojmë gjërat si Krishti i shikon. Dhe me fjalën, duke përdorur fuqinë e fjalës, ti sjellim ekzistencën tonë. Amen. Si tha Jezusi, unë bej ato që shikojnë tek Ati im. Amen. Më falë, si shikon të e? A nuk ishte ai në trup si ne? Si shikon të e? Bravo! Ky është sekreti. Nëse ti mëson t'ja nështrosh mendjen tënde Krishti, nëse ti thua ato që janë të mira, ato që janë të bekime, ato që janë për ndërtim, ato që janë për të bekuar të tjerë, për shëruar të tjerë, ato unë do mendoj. Atëherë çfarë ndodh në botën shpirtërore? Nëse kjo është kështu, dhe ti mendon rëmur, ti mendon jam i shëruar, si jam i shëruar, më dhem këtu, më dhem për ty, më kishin thënë të tjerë, shuksin thënë, atë çfarë bëhet rëmur? Këtu djallë ka konfuzion. Edhe ai vetë sjell mendimet, ti pranon. Nëse ti e di çfarë thot Zoti, unë jam i shëruar. Për shkak të burratave të ti, unë jam i shëruar. Çfarë ndodh? Djalli është i detyruar? Atë rrugën. Shërimi është e drejta jote ligjore dhe shpirtërore. Pra ligjet shpirtërore ta japin ty. Ti duhet thjesht ta nënshtrosh mendjen tënde e të besosh atë që Zoti ka shkruar. Amen. Ta mendosh atë që Zoti ka menduar për ty. Halleluja. Jo atë që ti do të mendosh, jo atë që doktori thot, jo atë që të tjerët thonë, por ti futesh tu në prezencën e Zotit edhe thua, unë nuk dëgjoj mendjen time, unë nuk dëgjoj çfarë më bombardon mendja. Fjala thot nëpërmjet burratave të ti unë jam i shëruar. Edhe automatikisht, duke u bërë mendja jote një me mendjen e Perëndis, me ato që ka shkruar, zbret shërimi në ty dhe çlirimi. Është kaq e thjeshtë të jesh fitimtar në botën mishërore, kur ti vendos të jesh fitimtar në botën shpirtërore. E vetmja shqis që Zoti më ka hapur mendje, të unë të kuptoja këtë gjë, dhe po ja u them juve është, dhe kemi vetëm një shqis për të dominuar. Dhe kjo është mendja. Kjo është mendja. Nëse mendja jote të thotë, ti si e gjen, ti si adel, ti s'mundesh, ky nuk është Zoti. Ky është zeri Satanit. Në të vërtetë ti e di çfarë fjala thot. Perëndia thot, un kam vetëm mendime të mira për ty. Amen. Mendime të së mirës dhe jo të së keqe. Amen. Unë të kam shliruar, unë të kam shëruar, unë kam paguar për ty, unë të kam zgjedhur ti e birë, ti e i dashur, ti e zgjedhur. Këto janë fjalët e Perëndisë. Njihni mendimet e të ligut dhe thua jo me mua. Refuzojeni tot fjala, dëgojeni, kundërshtojeni dhe ai do të ikë. Amen. Ai do të ikë. Sepse Halleluja. ligji shpirtëror thot, kundërshtoj djallin dhe ai do të ikë. Dhe si e kundërshton ti? Në mendje. Ti fiton betejat në mendjen tënde, ti ripërtërin mendjen tënde, ti e ve mendjen tënde në fjalën e Zotit. Ti e njeh të vërtetën çfarë fjala thot. Dhe automatikisht qielli hapet dhe fuqia e Perëndis ndërron jetën tënde. Shërimi, çlirimi, fitoria, bekimi vendosen. Pse? Sepse ti me mendjen tënde e ve mendjen tënde nën autoritetin e Krishtit. Nën autoritetin e Krishtit. Edhe nëse djalli do të sfundoj, ai nëse nuk arrin të çojë mendjen tënde, të mendoj si i ligu do, nuk mund të zbatoj. Nuk mund të zbatoj. Mendja janë portat që i japin atij të drejtë. Mendja. Dhe ajo që ti deklaron nga goja jote. Ndjenjat të gjitha manipulojnë. Edhe mendjen ai e manipulon.
Edhe kur duke manipuluar mendjen tënde, manipuloj ndjenjat e tua. Duke manipuluar ndjenjat e tua, manipulon atë që ti nxjerr nga goja. Por është manipulimi të librit. Nëse ti e kupton në mendjen tënde, jome, mendja ime do mendoj vetëm atë që vjen nga Zoti. Dhe është kaq e thjeshtë të dallosh çfarë vjen nga Zoti. Zoti nuk të thotë që je një dështar. Zoti nuk të thotë që ti je i humbur. Zoti nuk të thotë që ti s'ke kuptim. Zoti nuk të thotë që s'të dua. Zoti nuk të thotë që ardhmja jote është e mbyllur. Zoti nuk të thotë që ti je i mallkuar, që ti je me magji, që ti je i shkatruar. Zoti nuk të thotë këtë. Ky është zëri Satanit. Njiheni që Zoti ka vetëm plane të mira për ne. Ai që ta birin e tij dhe na pajtohi me vete, me gjakun e shenjtë të Jezusit, si mundet të na mbaj pengjërat e tjera? Si mundet? A na le ai pengjërave? Kur? Prandaj, nëse ai ka birin e tij, çdo gjë tjetër e mirë është temja. Edhe bëje me të tënde të kuptoj. Do të zgjedh bekimin. Do të zgjedh të mirën. Do të sundoj. Kur ti deklaron që unë do të sundoj vitë ligut, ai është i detyruar të lërë mendjen tënde. Duke lënë mendjen tënde, do të thotë që ti je njëri me Zotin. Dhe ashtu si fjala thotë, nuk roj më unë, por Krishti roj në mua. Haleluja! Dhe kjo është e vërteta. Kur ti je bërë një me Perëndin, kur ti ke sunduar duke besuar që Jezusi është biri i Perëndis, dhe që ti janë nështron mendjes tënde fjalës së Perëndis, jo ato që dëgjon, jo ato që të sjellë ligu. Vetëm atë që fjala thotë. Atëherë ti je një me Perëndin, një njëjti shpirt që ishte në Jezusin, është në ty. Dhe ti jeton në kufi e të pamundurës. Kush ka Zotin, nuk ka kufi. Çdo gjë është e mundur për atë që beson, thot fjala. Ka ardhur koha ta marrim fjalën siç është shkruar. Ka ardhur fjala koha, ka ardhur tani koha, është kjo kohë tani. Gjithmonë është mësuar më përpara që janë vetëm figurative. Si thon, tasha kur e krahason me diçka, por nuk është ashtu. Metafora. Pra, në shtem është vetëm metaforë, është vetëm kështu, është shtem, por nuk është kështu, duhet ta kuptosh. E vërteta nuk është ashtu. E vërteta është fjala e Perëndis thotë, merre siç e kam shkruar. Po dhe amen. Kur Zoti thotë në fjalën e tij, nuk roj më unë, Krishti ron në mua. Atëherë kjo është e vërteta, nuk është një mjeshtër, nuk është një metaforë. Është me të vërtetë reale, nuk ka inë dhe vllai, është reale, kur ti ke deklaruar që Jezusi është Zot, kur ti ke deklaruar që Jezusi është biri i Perëndis që vdiq për mua, që ditën e tretë u ngjall dhe ron, atëherë unë dua të them që ti je vërtet i Perëndis. Dhe nuk ron në ty, po Zoti ron në ty. Kjo është e vërtetë. Shpirti i Perëndis vjen në ty të bën ty tempullin e tij. Ai jeton në duart e tua, në këmbët e tua, në gojën tënde, në mendjen tënde. Trupi jo është trupi i Krishtit. Nuk është një metaforë. Këtë kemi mësuar në kisha që ka qenë gabim. Kjo është gabimi më i madh. Ne kemi mësuar janë metafora. Atëherë kush flet me gjuhën nëpërmjet nesh? Një metaforë? Kush shëron nëpërmjet nesh? Një metaforë? Kujt i bie demonët? Një metaforë? E shikoni që janë gënjeshtra çfarë ne kemi mësuar? Sepse Krishti roni të vërtetë në ne. Amen. Shpirti i tij roni të vërtetë në ne. Kur Zoti ta do të ngjitet do të nis shpirtin tim. Shpirti i Perëndis jeton në ty, Shpirti i Shenjtë jeton në ty. Amen. Dhe kjo është një vërtetë. Është një realitet. Nuk është një metaforë. Krishti ron në ty. Dhe kur fjala thotë nuk roj më unë, Krishti ron në mua. Kjo është realitete. Thuaj që vetës tënde. Nuk roj më unë. Krishti ron në mua. Më falë Zot. Për çdo gënjeshtër që kam besuar. Më falë Zot. Që kam besuar shtrëmërimin e fjalës tënde. Më falë që nuk e kam marrë këtë si të vërtetë, por si diçka figurative.
shfaqur me ka marrë këtë si të vërtetë ose si diçka figurative. Unë pendohem sot. Unë mendoj sot. Dhe unë ngrej sot fjalën tënde Unë ngrej sot fjalën tënde si të vërtetë si të vërtetë dhe të besueshme në mua. dhe të besueshme në mua. Nuk rroj më unë. Nuk rroj më unë. Krishti rro në mua. Krishti rro në mua. Që ditën që unë zgjodha të kem Zot Jezus Krishtin, unë jam tempulli i Shpirtit të Shenjtë. Unë jam tempulli i Shpirtit të Shenjtë. Dhe unë nuk rroj më. Dhe unë nuk rroj më. Krishti rro në mua. Krishti rro në mua. Dhe unë kam mendjen e Krishtit. Dhe unë kam mendjen e Krishtit. Fjala thot, Fjala thot, kini mendjen e Krishtit. kini mendjen e Krishtit. Dhe unë deklaroj sot, Dhe unë deklaroj sot, unë kam mendjen e Krishtit. kam mendjen e Krishtit. Amen. Amen. Haleluja. Amen. Kjo është realiteti. Dhe kur ti e di që Krishti rron në ty, atëherë ti duhet të dish sot një të vërtet tjetër. Sëmundja nuk mund të rroj atje ku është Krishti. Amen. Nëse fjala thot, Adami vuri rrenjën e mallkimit. Shikojni këtë kryqin këtu të zezë. Adami mëkatoi dhe vuri mallkimin si rrenjën e gjithë njerëzimit. Falni tash për këtë se nuk shikoj nga gjithë. Atëherë, Adami mallkoi gjithë njerëzimin. Ai mëkatoi dhe vuri një rrenjë mallkimi për të gjithë njerëzimin. Të gjithë ata që lindën në mallkim. Ne lindëm të mallkuar. Pse? Jo se ne mëkatuam. Jo se ne ishim mëkatar. Por se ne lindnim nga një rrenjë mëkatare. Gjithë njerëzimi ishte mëkatar. Sepse Adami vuri një rrenjë mëkati, donim apo s'duam ne lindëm në mëkat. Kështu të gjithë brezat ishin të mallkuar dhe të ndarë nga Perëndia. Jezus Krishti e hoqi rrenjën e mallkimit. Amen. Dhe u bë rrenja jonë. Amen. Hoqi gjithçka që na lidhte me mallkimin dhe u bë rrenja e bekimit tonë. U bë rrenja e bekimit. Amen. Prandaj ne nuk kemi më rrenjën e Adamit, beslidhjen e vjetër. Ne jemi në rrenjën e re të Jezusit. Dhe kështu mallkimi rritet atje ku ka mallkim. Okej? Kur jemi në mallkimin e Adamit, mallkimi sëmundja, mallkimi kanceri, çdo gjë rritet dhe ushqehet sepse ka rrenjën e mallkimit. Po kur ne jemi në rrenjën e Jezusit, mallkimi nuk mund të rritet. Sepse rrenja e mallkimit është e prerë. Ne jemi vendosur në një rrenjë që është Jezusi, që është jeta, që është bekimi. Edhe në ne rritet vetëm bekimi. Amen. Prandaj rrenja e vjetër u hoq. Ashtu si ato lulet, nëse ti i pret dhe i vendos në një vazo, maksimumi do rrojnë një javë. Ato nuk rrojnë me se s'kanë rrenjë. Kështu dhe mallkimi, kështu dhe sëmundja, kështu dhe çdo gjë që është nisur kundër teje. Nuk mund të rrojë, nuk mund të ketë gjatësi në ty, sepse nuk ka rrenjë në ty. Amen. Nuk ka rrenjë. Halleluja. Rrenja jote është Krishti. Dhe ajo që rritet në ty është jeta, siguria, shirimi, liria, bekimi. Sepse ti je vendosur në rrenjën e bekimit. Në rrenjën që flet për bekimin që është Jezus Krishti. Amen. Halleluja. Halleluja. Thuaj vetë stende. Unë dëshmoj sot. Unë dëshmoj sot. Unë nuk jam më në rrenjën e Adamit. Unë nuk jam më në rrenjën e Adamit. Unë nuk jam më i mallkuar. Unë nuk jam më e mallkuar. Dhe mallkimi ndër breza nuk ka më funksion mbi mua. Dhe mallkimi ndër breza nuk ka më funksion mbi mua. Unë kam zgjedhur Jezus Krishtin. Unë kam zgjedhur Jezus Krishtin. Dhe jam vendosur në një rrenjë të re. Dhe jam vendosur në një rrenjë të re. Që tek mua Që tek mua dhe në vazhdim dhe në vazhdim do të ketë vetëm bekime. do të ketë vetëm bekime. Për mua Për mua dhe pasardhësit e mi. dhe pasardhësit e mi. Sepse unë zgjodha Sepse unë zgjodha të mbilem në rrenjën e Krishtit. të mbilem në rrenjën e Krishtit. Dhe unë do të jem një frut Dhe unë do të jem një frut i ëmbël dhe bekus. i ëmbël dhe bekues. Sepse Jezusi rrit vetëm fruta të tilla. Sepse Jezusi rrit vetëm fruta të Në tilla. emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Kjo është e vërtetë. Oh, amen. Kjo është e vërtetë. Ti nuk je më
Mallkimi nuk ka më rënë në ty. Rënja e mallkimit vuaq. Amen. Ti je tani në Krishtin Amen. Jezus. Amen. Halleluja. Amen. Kjo është e vërteta. Dhe mos i besoni më gënjeshtrat e Satanit. Vendosni sot ta çmisni njeriu e vjetër. Fjala thot, çmisni njeriu e vjetër dhe vishni njeriu e ri. Aleluja. Atëherë deklaro sot, le të çohemi në këmbë. Në emrin e Jezus Krishtit, Në emrin e Jezus Krishtit, unë vendos të shvesh njeriu e vjetër. unë vendos të zhvesh njeriu e vjetër. Çdo gjë që më ka mbajtur peng, Çdo gjë që më ka mbajtur peng, çdo gjë që kam veshur, çdo gjë që kam veshur vetë, çdo gjë që më kam veshur të tjerët, çdo gjë që më ka veshur të dhe tjerë, që nuk është nga Jezusi, dhe që nuk është nga unë e Jezusi, shvesh sot. unë e zhvesh tani. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, Dhe në emrin e Jezus Krishtit, unë vishem sot si biri i Perëndis. unë vishem sot si bie Dhe unë Perëndis, vesh njeriu e ri dhe unë vesh njeriu në në Krishtin Jezus. në Krishtin Jezus. Sot unë jam një njeri i ri, Sot unë jam një njeri i ri, nuk ka rënë mallkimi me, nuk ka më rrej mallkim, dhe që sot e tutje. dhe që sot e Deklaroj jam i bekuar. deklaroj që jam e bekuar, Dhe do të jem ndërpreza i dhe bekuar. do të jem ndërpreza e bekuar, Sepse mallkimi u hoq, sepse mallkimi u hoq, dhe bekimi u rivendos. dhe bekimi u rivendos. Unë jam i bekuar. Unë jam e bekuar, Unë kam mendjen e Krishtit. unë kam mendjen e Krishtit, Dhe kam një zemër siç i pëlqen Zot. dhe kam zemër siç i pëlqen Zot. Zot faleminderit. Zot Në faleminderit. emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Amen. 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 Dhe unë deklaroj shpirim. Në Amen. emrin e Jezus Krishtit, çdo mendje, çdo mendim që po mban peng jetën tënde. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo mendim që është marrë peng, çdo sëmundje që është futur, çdo mallkim që është futur, çdo gjë që nuk të lë mendin tënd të jetë në lirinë e Krishtit, unë e urdhëroj të lëri tani këtë ambient. Amen. Në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti, tani, në emrin e Jezusit, unë deklaroj qiellin e hapur mbi ty. Unë deklaroj që asnjë fuqi e deligut nuk mund të të ndajë ty nga dashuria e Perëndis. Në emrin e Jezus Krishtit deklaroj paqen e Zotit në ty. Në emrin e Jezusit deklaroj paqen në mendjen tënde, paqen në trupin tënd, paqen në çdo qelisë të jetës tënde e në trupin tënd. Në emrin e Jezusit. Unë lidh frymën e sherrit, frymën e kontradiktave. Unë lidh frymën e konfuzionit. Unë lidh frymën e varfërisë. Unë lidh çdo frymë e lëmimi mërqie. Në emrin e Jezus Krishtit. Unë lidh çdo frymë bullizmi. Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo frymë dhimbje. Çdo frymë shkëlqimi. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo barë që ke marrë në zemrën tënde, që ke marrë me shpatullat e tua, e urdhëroj të largohet tani në emrin e Jezus Krishtit. Unë lidh të fortin që i ligu ka vënë në shtëpinë tënde. Unë e lidh dhe urdhëroj të largohet tani në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit. Faleminderit Jezus. Unë lidh bipolaritetin në emrin e Jezus Krishtit. Çdo shpirt skizofrenie e urdhëroj jashtë që këtu në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Çdo shpirt të dhimbje, çdo burg të hapet tani në emrin e Jezus Krishtit dhe të nxjerr tani të lirë. Në emrin e Jezusit të nxjerr tani të lirë, të nxjerr të larë në gjakun e Krishtit, të nxjerr si birin e shumë të lartit. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Ora shada ramashida ramassa. Dhe unë der shpirtin e shenjtë tani dhe ju. Në emrin e Jezus Krishtit, pakso me shpirtin e shenjtë. Ji i lirë në shpirtin e shenjtë. Fol në shpirtin e shenjtë në emrin e Jezus Krishtit. Ju shtoj gjithë dhe ta adhuroni Zotin në shpirtin e shenjtë. Ora shada ramasida ramashida ramashada ramaki. Kira në shëtada ramashi. Unë lidh çdo shpirt lodhje dhe urdhëroj të largohet nga ky ambient. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt lodhje jashtë këtu në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit, çdo shpirt ngerçi e urdhëroj të largohet tani në emrin e Jezusit. Ora shada ramashida ramashida ramasha. Çdo shpirt paralize e urdhëroj të largohet tani këtu në emrin e Jezus Krishtit. Nga ky ambient jashtë në emrin e Jezusit. Çdo shpirt paralize në emrin e Jezus Krishtit. Ora shada ramashida ramashada ramakiki ranasha. Sharaoda ramasida ramashi. Shira ramashada ramasi. Halleluja, faleminderit Jezus. Faleminderit për lirin, faleminderit për prekjen tënde, faleminderit për lavdimin e tënd Jezus.
Faleminderit Jezus. I shenjtë është Zoti ynë. I denjë është Zoti. Jezus, halleluja. Jezus, Zoti ynë. Jezus, lavdia të përket ty. Faleminderit Jezus. U lidh çdo shpirt droge, çdo shpirt varësie dhe urdhëroj të largohet që këtu në emrin e Jezusit. Çdo fëmijë që është në autoritetin e drogave, unë e urdhëroj çdo shpirt varësie të largohet tani dhe kurrë mos të kthehet në familjen tuaja. Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo shpirt beqarie që po mban peng martesën tënde, unë e lidh dhe urdhëroj jashtë në emrin e Jezusit. Është koha e martesave, është koha e bekimeve. Askush nuk mban më peng fikë Perëndis. Faleminderit Jezus. Halleluja. Halleluja. Çdo shpirt shterpësie të largohet tani në emrin e Jezusit. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Çdo gjë që po mban peng financat e tua të largohet tani në emrin e Jezusit. Shpall financa të bekuara. Shpall dyert qiellore të hapur, shpall tesaret e Perëndis, duke u hapur dhe u derdhur në shtëpinë tënde. Halleluja. Halleluja. Çdo gjë është e mundur për Zotin tonë. Çdo gjë është e mundur për Zotin tonë. Halleluja. Dank Jezus. Faleminderit Jezus. Unë i bekoj gjithë ata që janë live. Unë ndër shpirtin e shenjtë mbi çdo gjë që është live, mbi çdo njeri që është live, që të pakzohesh me shpirtin e shenjtë. Prekja e Zotit mbi ty në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit, prekja e Perëndis mbi ty. Halleluja. 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 Eli mbyllë live-in dhe vazhdojmë me lutjet këtu. I bekojmë gjithë ata që janë live në emrin e Jezus Krishtit, paqja e Zotit në ty, paqja e Zotit dhe gëzimi i Zotit në ty. Ne ju bekojmë ju. Perëndia t'ju mbushi zemrën tuaj dhe gëzimi në Zotin t'jetë plotësia juaj. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Halleluja.